Moti kishim planifikuar që me kamerën tonë të hyjmë në fshatin Radush, që gjendet në afërsitë e zonës kufitare me Kosovën në rrethinën e Shkupit. Dhe ja tani këtë na mundsuan ata dje me Vasha që sakrifikuan shumë për lirinë e saj dhe të vendbanimeve të tjera shqiptare në Maqedoni. Ky është fshati Radush, jo fort larg Shkupit, që është ndër bazat më të fuqishme të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Këtu forcat e ushtrisë dhe të policisë maqedonase u patën detyruar që të lënë tankset dhe armatimin tjetër vetëm për të shpëtuar kokën. 6 muaj pas përfundimit të luftës, banorët e Radushës po përpiqen të sanojnë pasojat e kësaj lufte dhe t'i kthehen jetës normale. Fillimisht ndjekim rrëfimet e ish-komandantit të brigadës 115 të ushtrisë çlirimtare kombëtare që veproi pikërisht në Radush, Vorcë e rrethin, Rafiz Halitit, i njohur para opinionit me nofkën komandant mësuesi. Luftimet i parë në fshatin Radush filluan në kodrën që quhet kodra mbi xhamin, filluan me 20 qershor, kështu që forcat slavo maqedone sulmuan pozicionet tona me 80 paramilitar apo policë. Dhe atë ditë luftimet u zhvilluan lart në kodër, forcat slavo maqedone u detyruan të tërhiqen, për shkak se djemt tonë qëndruan në istikamet e tyre, dhe kështu që gjatë tërheqjes ata kërkuan përforcim. Dhe atë ditë u sulmua fshati me helikopter. Në orët e mramjes, diku në ka ora 7:15 ishte sulmi dhe u damtuan disa shtëpi. Kështu që neve kur pam se fshati do të sulmohet edhe me aeroplan dhe helikopter, mora vendim si komandant që edhe ju sugjerova fshatarëve që ta lëshojnë fshatin. Kështu që fshatarët u tërhoqën brenda 2 ditësh, thuajse 90% u tërhoqën në drejtim të Kosovës, qoftë në për vendkalimet legale kufitare, qoftë në drejtim të malit, rrugët që qenë në drejtim të Kosovës. Kështu që luftimet e dita i kishme me 23 qershor në vendin e quajtur Reka e Thatë, ku edhe ati luftarët tonë, më saktësisht njësia e kobrave, sulmoi forcat e policisë slavo maqedone, të cilët ishin të armatosura dhe jo rastisht kishin dalë në atë teren. Ati psun humbje në njerëz dhe në teknikë, kështu që neve nuk patëm asnjë ushtar të lënduar. Dhe këto ishin përleshjet e para tanat këtu në këtë rajon. Kjo është kodra mbi xhami ku zhvilluan luftimet e para, këtu mbi fshat, kurse me 20 qershor, këtu ishin luftimet e para. Kodrën që e shohim atje ka vepruar njësiti i Shqeponjave, përndryshe quhet Laki i Halimit, prej atje gjatë tërkohës i kemi vëzhguar kundërshtarin tonë dhe kemi bërë sulme me minahes dhe me mitraljestarant. Luginën që shohim para nesh, rruga që çon në drejtim të Dvorcës dhe fshatit të Rash, forcat slavo maqedone disa herë sulmuan pozicionet tona, por u detyruan të kthehen mbrapa dhe të lënë arsenal të siç janë tanket dhe hermelinat. Këtu ka vepruar njësiti i kobrave dhe njësiti i tigrave. Kështu që me sukses e kanë krijuar punën e vet dhe me të vërtet këtu ishin djemt të cilët nuk kërsien asgjë për vetes. Kodrën që shohim përballë nesh quhet Maja e Qeshtevës, përndryshe neve kena quajtur Minarja gjatë luftimeve, atje veproi një siti i komando. Kodrën që shohim përballë nesh është Maja e Kuqe, prej ku po ashtu veproi një siti i komando dhe sulmoi kazermën, detyroi forcat slavo maqedone të tërhiqen në drejtim të Shkupit.
Në bregoret e Radushës takojmë edhe Besfortin, i cili gjatë kohës së luftës u detyrua të lë librat dhe t'i bashkangjitet luftëtarëve të lirisë, si edhe komandantën e logjistikës të brigadës 115 të UÇK-s Hasbi Nureddinin. Ushtarët e brigadës 115 të stacionuar këtu në Radush bën një rezistencë të hatashme forcave slavo-maqedone. Ja këtu ku jemi ne tash kanë qenë pozicionet një ndër vendet ku kanë qenë stacionuar ushtria e slavo-maqedone bashkë me paramilitarët. Pra prej rezistencës tonë të fuqishme, ata u detyruan që të lishojnë këto pozicione dhe gjithë pozicionet tjera dhe të tërhiqen pas disa disfatave që i pësuan teknikë dhe në njerëz. U detyruan që të largohen prej këtu dhe ne Radushën ta marrim dorë tona. Bunkeri është i quajtur bunkeri gjermanëve, për shkak se tregimet tregojnë se është i ndërtuar prej gjermanëve, ushtrisë gjermane të atëhershme, dhe këtu kanë qenë stacionuar vazhdimisht ushtria slavo-maqedone, kanë pat gjithë armatimin e rand të stacionuar këtu dhe kanë granatuar prej këtij pozicioni fshatin. Ofenziva më e madhe kur zhvilluar në Radush? Po pas kësaj neve me 8 gusht, 9 gusht kemi sulmuar pozicionet e kazermës dhe pozicionet e policisë poshtë, këtu ku gjindemi qëtash. Kështu që njësia që ka vepruar në majën e Kuqe, e kemi quajtur njësia komando, sulmoj kazermën, kurse njësia e kobrave dhe njësia e tigrave sulmuan stacionin policor dhe pozicionet tjera që ishin përreth fshatit, dhe pas kësaj hini në forcë armëpushimi i parë. Pas këtij armëpushimi, luftimet e fundit kanë qenë që janë edhe luftime më të ashpra këtu në Radush. Kanë qenë me prej 17 deri 20 gusht. Forcat slavo-maqedone gjatë tërë kësaj kohe, 3 ditë me radhë na sulmuan me gjithë arsenalin e armëve që kishin në disponim. Prej aeroplanëve, helikopterëve, me kaçusha na sulmuan dhe gjithçka që kishin me tanksa dhe armë tjera. Por njëkohësisht edhe neve jemi kundërpërgjigj, kuptohet me ata armë që kishim. Dhe do të them lirisht nuk ju metëm borç me asgjë. Kështu që prej pozicioneve që kishim neve, sulmuam me mina hedhësa dhe me Gulinova të randë, kisha thënë kundër ajror, sulmuam forcat ajrore, slavo-maqedone. Kështu që sipas të dhanave tona, këtu armiku ka lënë 2 helikopter, janë rëzuar në afërsi të fshatit. Një aeroplan është tërheq me tim dhe sipas burimeve tona që na kanë informuar banorët e fshatit Rashe, kanë pa aeroplanin ku ka rënë diku në afërsi të fshatit Sfillare apo mbi Sfillare. Gjatë kësaj kohe si keni arritur që t'i merrni dorë tuaj? Po, më thash me 8 gusht kishmi luftime dhe një konvoj tanksave që u nis në drejtim të pozicionit të kobrave, të cilët ishin në rrugë poshtë. Njësitë tona speciale sulmuan konvojin e tanksave dhe ata u detyruan të tërhiqen mbrapa. Gjatë tërheqjes mbrapa hasën në një sitin special, i cili po ashtu i sulmoj, dhe aty armiku detyrua të tërheqe 2 tanksa të djegura, kurse një i ngeli dhe ushtarët që ishin në tanks arritën që të largohen prej tanks, por tanku ngeli në rrugë. Më vonë atë tank neve kemi përdorur për sulm kundra forcave slavo-maqedone këtu. Fatmir Buare, Fatmir Autolachiara.
gjatë luftimeve që janë zhvilluar në ofanzivën e fundit, ta quaj prej 17 deri 20 gusht, neve arritëm që t'i detyrojmë forcat slavo-maqedone në panik shumë të madhe, ta lëshojnë kazermën dhe ati të lanë një tanks tjetër dhe një hermelin apo autoblind. Po ashtu të stacioni policor ku gjindemi këtu, djemë tonë apo luftarë tonë arritën të adjegin stacionin policor, të shkatrojnë bunkeret ku ishin të fortifikuar forcat slavo-maqedone dhe di hermelinat të cilët ishin të vendos lartë atje, me martaja, kuptohet i dogjën. Dhe armiku gjatë tërheqjes së vet tërhoqi edhe shumë makineri të shkatruar. Po ashtu armiku ka pas edhe shumë viktima këtu në njerëz, të cilat ata gjatë tërkohës janë munduar t'i mshehin. Për fat të mirë, do të them për fat të mirë, edhe pse luftimet këtu zhvilluan në afërsi të 20 apo 30 metra. Për fat të mirë neve nuk patëm asnjë viktim. Kjo ka qenë karaulla që kanë qenë stacionum forcat slavo-maqedone dhe gjatë luftimeve është shkatru prej granatimeve tona të ushtrisë shlirimtare kombëtare që i ka ba. Majtas! Jam i lumtur në anën tjetër se të gjithë ju do të ktheheni familjeve shnosh. Besoni se vjen dërruar qoftë prej botës jashtme, qoftë prej mrena intelektuale. Banorët e Radushës sot marrin frymë më lirshëm se më parë. Aty janë edhe pjesëtarët e misionit të NATO-s, të cilët janë garancë për realizimin e marrëveshjes paqësore. Këtu shumë shpejt janë shëruar një pjesë e plagëve të luftës. Mirë po ende vren gjurmët e luftimeve të ashpra të kushtit të kaluar. Ky ishte stacioni i policisë maqedonase, kurse pranë tij ishin objektet e kampit të refugjatëve nga Bosnia, Kosova e Lugina e Preshevës, ku po ashtu gjatë luftës stacionoshin forcat maqedonase, të cilat sot nuk janë më dhe nuk u aprishin lojën fëmijëve e nuk e trazojnë gurgullimin e lumit të Vardarit. Në fshatin Radush mund të themi lirisht se janë shkatruar dhe goditur nga granata plumba të ndryshëm prej 360 shtëpive, 300 edhe të cosh. Kështu që në bazë të kriterëve që ka bën UNHCR-ja, mund të flasim për 4 kategori të shtëpijave të cilat janë goditur dhe shkatruar. Në kategorinë e parë kemi 283 shtëpi dhe në të dytën, ndërsa kategoria e tretë është me 15 shtëpi të qelluara, që do të thotë se këto shtëpi janë të dëmtuara mbi 30% dhe kategoria e katërt, 24 shtëpi janë tërësisht të djegura deri në themel, ja siç mund të shihni edhe kjo shtëpi që është këtu. Sa i takon merremetimit, mund të themi se merremetimi është kryer për 283 shtëpi me përjashtim të 6 familjeve, të cilët janë kategori e lënduar dhe nuk mund të i riparojnë vetë, por duhet që të angazhojmë mjeshtër dhe të paguhen përmes UNHCR-s që të i merremetojnë. Ndërsa për kategorinë e tretë dhe të katërt presim që organizata humanitare amerikane IMG të bën incizimin në terren, materialin dokumentar t'ia dorëzon Ministrisë së Transportit dhe ajo përmes komunës t'i verifikon edhe pronarët ose shfrytëzuesit e tyre shtëpijeve dhe banesave të cilët janë dhe t'u jepet leje dhe të bëhet paramasa, parallogaria se sa duhet kushtojnë merrmetimi i tyre.
rikthimi i vëllezërve tonë që ishin miq të themi jo refugjat në Kosovë, është bërë për 3 javë, por në atë kohë pas dëmtimeve të mëdha në popullatës juaj në vit ndim, në muajin e 8-9, për ndim është ka dhënë vetëm Kriqi kush ndërkombëtar dhe vëllezërit tonë prej diasporës dhe në Maqedoni që nuk kanë qenë të vende me luftë, de facto ka qenë denga e Hillalit të Kërçovës, ka dhënë ndihmë për fshatin Radush dhe rejonin e krizës dhe denga e Strugës. Mund të themi se nga pushteti maqedonas kemi qenë në këtë aspekt të bllokuar, asnjë organizatë maqedonase e ndërlidhur me disa organizata tjera ndërkombëtare për shkak se Radusha si vendi luftës që kanë pësuar forcës slavo-maqedonase na kanë bllokuar totalisht. Gjithashtu mund të them se kohës së fundit ndihma në fshatin Radush kanë dedikuar komuna e Sarajt me disa fshate përreth dhe ajo ka zbut disi situatën shumë të rëndë që ka qenë në këtë fshat. Për shkak se mbi 216 familje nuk kanë asesi të dhëna pas luftës, të cilët kanë qenë raste sociale apo nuk kanë qenë në mundësi që të punojnë në punët ku kanë qenë të punësuar. Funksionon ambulancë në fshatin tuaj? Për shkak negligjencës të cilën e ka paraqit Ministria e Shëndetësisë, që 6 muaj ki fshat mbi 2700 banorë në rajonin e Krizhës, nuk kemi as mjek të thjeshtë të internist apo diçka nga mjekësia. Këtu nuk vepron mjekët dhe jemi në një situatë shumë të ndërlikuar. Banorët e Radushës janë të brengosur me fatin e 4 bashkëfshatarëve të tyre, të cilët prej marsit të kaluar ende mbahen në paraburgim me akt akuzën se ka marrë pjesë në rezistencën kundër forcave maqedonase. Jo sa antarë të familjes e keni në burg? Na i kemi 3 antarë të familjes, 2 djemë të mendjes dhe baba im. Kush nga fshati juaj është në burg? Është edhe një Muharrem me bebi, ai është poshtë kapur nga policia. Një ndër kusht faktet që ne po bëjmë kështu si të mënyrë të vazhdueshme presion që mos të hinë forcat policore është se nuk po bëhet në mënyrë të parapar realizimi gjithsesi implementimi i marrëveshjes së Ohrit, me këtë nuk po bëhet edhe lirimi i bashkëfshatarëve tanë, të cilët ende po marrin paraburgim si të pafajshëm me akt akuz gjoja se për terrorizëm dhe kështu që Maqedon gjithsesisht nuk po bën realizimin ashtu siç është e paraqur me të marrëveshjes të Ohrit. Ne në mungesë të mekanizmave tjerë jemi detyruar që me vetmin mekanizëm tërheqim vëmendjen faktorëve ndërkombëtar dhe faktorëve politik shqiptar të cilët prezantojnë në qeveri se ngecja e implementimit të marrëveshjes ngërthen në vete rreziqe të parashikueshme për Maqedoninë dhe për vetë shqiptarët. Dhe ky është një i vetmi mekanizëm që për të bërë me dije se realizimin e marrëveshjes e dëshirojnë gjithë popullata shqiptare në Maqedoni, po është edhe për të mirën e gjithë shtetit të Maqedonisë. Neve prej përfundimit të luftës, siç dihet me 26 shtator bëm dorëzimin e armës së fundit dhe gjatë tërkohës pritëm që të sillet ligji i amnestisë. Një ligj i atill nuk është sjellë ende, kështu që kemi ende ushtar të burgosur dhe kemi civil të pafajshëm të burgosur që qëndrojnë në burgjet e Maqedonisë. Kështu që djemt të cilët gjenden në listat e të akuzuarve nuk mund të lëvizin lirisht, për shkak se kuptohet mund të arrestohen prej forcave policore slavo-maqedone. Jo, si e shihni tash zgjidhjen e problemit? Mendoni se shpejt këtu do të vendoset paqja e qëndrueshme? Po, neve gjatë tërë kohës kemi pas biseda me përfaqësues ndërkombëtar dhe njëkohësisht kemi vënë me dije se që të ketë paqe të qëndrueshme duhet të bëhet shpejtimi i implementimit të orës me atë dinamikë e cila ka qenë e parapar. Po ashtu, kërkesat tona janë që
kampi politik Slavo-Macedon ti përmbahet apo të qëndron pas nënshkrimeve të cilat edhe e firmosi marrëveshjen e Ohrit dhe të sillet ligji i amnestisë, të lirohen të gjithë të burgosërit, kuptohet, të bëhet integrimi i ish luftarëve të UÇK-s në organet apo institucionet e këtij shteti dhe unë mendoj se nëse gjithë kjo do të shkon sipas marrëveshjes së Ohrit, atëherë gjërat do të normalizohen në këtë shtet dhe mendoj se edhe neve shqiptarët do të marrim hisën tonë e cila na takon në këtë shtet dhe kuptohet do të shohim perspektive këtu. Në të kundërtën kuptohet se unë kam deklaruar disa herë se rinia shqiptare këtu në Maqedoni nuk do të pajtohet edhe më të jetë apo të ketë statusin e qytetarit të dorës së ditë. Kështu që sa na përket neve shqiptarëve, neve jemi të gatshëm ta respektojmë këtë marrëveshje, edhe pse kjo ishte një kompromis, por njëkohësisht kërkojmë edhe prej palës maqedone që ta respekton marrëveshjen e arritur në Ohër. A besoni ju se do të vendoset së shpejti paqja në këtë vend? Megjithse shumë vështirësi dhe ngadalësi, ne shpresojmë se Maqedonia detyrimisht do të ecë rrugës paqes dhe se edhe për gjitha tentimeve për të ikë realizimit marrëveshjes që po bën pala slavo-maqedone, shpresojmë se me ngadalësinë jo të dëshirueshme, po megjithatë do të dalim në rrugë të drejtë dhe Maqedonia do të ecë drejt integrimit të strukturave euroatlantike. Para luftës, komandant Mesusi punonte si arsimtar i kulturës fizike në shkollën e fshatit, por pas shpërthimit e saj u detyrua ta lë ditarin dhe t'u pri luftëtarëve të lirisë. Ai bashkë me ta luftoi që edhe fëmijët shqiptarë të mësojnë lirisht. Mirë po, pas mbarimit të luftës, komandant Mesusi nuk u lejua që të kthehet dhe të vazhdoi edukimin e brezit të ri. Unë nuk jam në marrëdhënie pune, pasi që jam në listën e njerëzve të kërkuar këtu në shtet. Dhe për atë nuk mund të lëviz lirisht qoftë në drejtim të Tetovës apo të Shkupit. Gjatë kohës kam qëndruar këtu në fshat, edhe pse dëshira ime ka qenë që të kthehem, të punoj në profesionin tim, të punoj me nxënës aty ku kam qenë më herët. Ajo mundësi nuk më është dhënë deri tash, për shkaqe të njohura, për shkak se me siguri se drejtori apo organet e shkollës nuk mund të më paraqesin si punëtor në intin e punësimit poshtë. Dhe ajo është pengesa për ndryshe. Ka dhe raste tjera tilla. Po ka edhe raste tjera, kam një kolegë këtu në fshat, po ka edhe shumë kolegë tjerë, të cilët nuk kanë mund gjatë kësaj kohe të kthehen në vendet e punës së tyre. Por besoj se me sjelljen e ligjit të amnestisë, të gjithëve do të mundësohet që të kthehen në punë aty ku kanë qenë më herët. Mirë po, synimi i komandant Mesusit dhe i ushtarëve të tij tashmë është realizuar. Voglushët e Radushës dhe të vendbanimet të tjera shqiptare i ndjekin mësimet lirisht. Po shkoni në shkollë? Po, Se në klasë, klasën 5. A keni libra fletore? Po, këtë kena. Në ka dhënë në CR. Më të lirë? Po. A keni frikë? A keni frikë? ka dhe një fëmijë të vogël ka frikë. Jo, s'keni. Jo, ne mos më të skemi. Kështu e pam jetën në Radush të Shkupit gjatë qëndrimit ton pas luftës në këtë fshat. Banorët e tij ende jetojnë me shpresë të mëdha për ditë edhe më të mira në paqe.